Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka kërkuar prej më shumë se 2 muaj, i cili prej më shumë se 2 muaj shpombahet në masën e sigurisë arrest me burg në ndyshimin se ka kryer 2 vepra penale, ka kërkuar të lirohet nga qelia. Korrigojeni Ferhati është në lidhje të drejt për drejt për më shumë detaje rreth kësaj kërkese të zotit Veliaj dhe kur pritet të shqyrtohet kjo kërkesë. Një përshëndetje. Përshëndetje Esmeralda, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i cili prej pothuajse 2 muaj mbahet i izoluar në paraburgimin e Durrësit, ka shfrytzuar një moment procedurial, siç është ai e drejta e mbrojtësve ligjor të tij për të kërkuar informacion 2 mujor mbi hetimet që po zhvillohen nga prokuroria e posaçme për dosjen në ngarkim të tij, por edhe disa personave të tjerë, përfshirë bashkëshortën e kryebashkiakut të Tiranës, ku pikërisht me këtë kërkesë për informacion 2 mujor, avokatët e zotit Veliaj kanë kërkuar dhe revokimin ose zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg caktuar për të qoftë nga shkalla e parë dhe nga gjyqtari Erion Bani, por dhe gjithashtu lënë në fuqi nga gjyqtari i posaçëm i apelit Engert Pëllumbi. Kërkesa pritet të shërtohet ditën e mërkurë pas nesër, ku pritet të zhvillohet edhe seanca për informacionin 2 mujor se çfarë ka bërë prokuroria e posaçme gjatë këtij afati që ka mbajtur të izoluar zotin Veliaj. Kjo kërkesë do të shërtohet nga gjyqtari i shkallës së parë, njëherë në kryetari i gjykatës posaçme Erion Bani, ndërkohë që nga ana tjetër paralelisht avokatët e zotit Veliaj po punojnë edhe për rekursin që do të depozitojnë në gjykatën e lartë pas bardhjes së vendimit të gjykatës së posaçme të apelit e konkretisht gjyqtarit Engert Pëllumbi, i cili në arsyetimin e tij për më shumë se 100 faqesh ka renditur edhe arsyet sipas tij sepse Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, duhet të vijojë të mbahet i izoluar në masën ekstreme të sigurisë atë të arrestit me burg, duke renditur edhe disa element që sipas gjyqtarit të apelit të posaçëm bëjnë të pamundur një masë tjetër sigurie përveç se masës ekstreme të arrestit me burg për zotin Veliaj. Avokatët e këtij të fundit kanë një afat 45 ditor nga zbardhja e vendimit të gjykatës së posaçme të apelit për të dorëzuar rekursin në gjykatën e lartë me kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë. Sot Kreu i SPAK raporton edhe para KLP-s për punën për 2024, është i njëjti raport që është depozituar edhe në kuvend, apo është tjetër informacion ky që do të raportojë në KLP, Eni? Bëhet fjalë pikërisht për raportin vjetor të dorëzuar tashmë dhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Detyrimi ligjor i drejtuesit të prokurorisë së posaçme është ai të raportojë një herë në vit, jo vetëm në Kuvend, por dhe në Këshillin e lartë të prokurorisë. Në fakt, në KLP ai mund të raportojë edhe për çështjet e tjera, sa herë që kërkohet nga Këshilli apo organi qeverisës i prokurorëve. Ditën e sotme me interes në fakt krahas raportit i cili është bërë publik me dije dhe kemi prezantuar dhe në Euronews Albania mbi pikërisht gjetjet apo të dhënat e këtij raporti, me interes pritet reagimi i zotit Dumani lidhur me pyetjet që do të ketë nga antarët e komisionit e Këshillit të lartë të prokurorisë, duke patur parasysh edhe kontekstin kur zhvillohet ky raportim i zotit Dumani para Këshillit të lartë të prokurorisë në një moment ku SPAK është fokusuar, le të themi, tek krimet zgjedhore, veprat penale që janë kompetencë e prokurorisë së posaçme dhe pas një jave intensive ku në zyrat e prokurorisë së posaçme kanë qenë disa herë